Siç dihet, do thotë gjatë bombardimeve të NATO-s, Rugova u mor peng nga Miloševići dhe për disa ditë atëherë ishin një lëvizje edhe diplomatike dhe politike në cilin Miloševići llogaritë se nëpërmes atij pengut do të arrijë disa qëllime politike, spari t'i përqaj faktorin politik shqiptar mes veti, e tjetra po ashtu dhe faktorin ndërkombëtar në një farë mënyrë të detyrojë që të bëjë koncesione nëpërmes lirimit të Rrugovës e tjera. Unë kujtoj se këtë dytën nuk ja ka arrijë sepse faktori ndërkombëtar ishte shumë i vendosur dhe Ministri i Jashtëm Gjerman atë Klaus Fischer, i cili ishte kryesuesi i radhës i Bashkimit Evropian, doli në Parlamentin Gjerman, tha Rrugova është peng, çfarë do që jetë deklaratë nuk vlen. Dhe kështu që u hoq mundësia e atyre manipulimeve. Në bisedën që këmë me Rrugovën, ka rëndësi pikërisht këto çështje kapën aty. Kapën sepse Rrugova për herë të parë, do thotë, hapet aty edhe i flet disa gjëra të cilat janë shumë të rëndësishme. Ne jemi marrë vesh që ato diku mas 20 vjetë dalin, është respektuar vullnetin, unë i kom xhiru ato të gjitha, një pjesë këtu i kom qitë aty në bisedave, edhe ato kanë bëj me dosjes gjermane. Do thotë Rrugova kur është pranuar në Bonn, ka qëndruar disa ditë atje, 7 ditë, 10 ditë. Qeveria gjermane ka njoftu me ato që ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë ai pengi Miloševićit. Sipas asaj dosje, e cila është shumë kredibile, sepse ata kanë bërë shërbime të caktuara shumë kompetente gjermane, del se Rrugova ka pas probleme të mëdha jo vetëm me Miloševićin, jo vetëm me disa qashe tjera, të cilat kanë qenë interesuar që ai ta humb kredibilitetin e vet me ato që i bënte Miloševići me propagandën e tij, por dhe nga mbrapa. Dhe asë kohë, për shembull, Rrugova ka qenë pak i informuar, po jo aq sa e informuar gjermanët aty. E tregon spari se ka qenë një pjesë e faktorit politik në shtetin shqiptar, cila prej nivelit më të lartë ka shpall tradhtar. Do të thotë shkumin e tij si peng i luftës, me njëherë kanë dalë me deklarata presidenti Shqipërisë, po dhe disa tjerë kanë shpall tradhtar. Ka qenë po ashtu edhe një pjesë e faktorit politik shqiptar, cilin kanë qenë rivalizues ato rrethana, e kanë quajtur tradhti veprimin e Rrugovës. Por ajo që ka qenë më e rëndësishme që për Rrugovën ka qenë edhe dhimshme edhe problematike, se vetë një pjesë e kryesisë LDK-s, njerëzve bashkëpunëtorëve të tij, kanë zhvilluar dy aktivitete paralele. E para që të merret legitimiteti si kryetari i LDK-s, sepse ka trahtuar LDK-n mos mund ta drejtojë dikush i cili shkon bën marrëveshje, quajt marrëveshje themi në thojza me Miloševićin, dhe dyta të merret posti i presidentit të Republikës, sepse Rrugova ishte edhe presidenti i Republikës, dhe sipas disa bashkëpunëtorëve të tij, ai e kishte trahtuar edhe këtë post. Edhe kishte filluar një aktivitet të disa bashkëpunëtorëve të tij, shumë i dokumentuar, do të thotë që edhe Rrugova mandej ka ditë atë, që të në dy drejtime ai të eliminohet, edhe në planin partijak edhe në planin shtetëror. Jo me emra, mbi emra njerëzit e caktuar aty, por për fat ata kanë dështu, sepse megjithatë ka qenë edhe faktori ndërkombëtar dhe zhvillimet që kanë ndodhur mas largimit të tij në Itali, në Gjermani, mandej prapë në Itali, që kanë penguar këtë proces. Por mbetet për Rrugovën ka qenë e dhimbshme shumë kur ka pasur megjithatë një klasë politike që ka qenë spaku lojale deklarativisht ndaj atyre, me njëherë ka rënë graskën e aty në kurthave dhe ka filloi procesin e rënimit të tij nga brenda. Kjo ka qenë ajo që ai për të ka qenë shumë e papërballueshme, madje ka qenë një gjendje shumë traumë dhe shpirtërore me drejt Rrugova së kohë, veçmas kur ka pa është informuar sepse me çfarë prapaskena është ballafaqur.